Janë zhvilluar garat e vrapimit me nxënësit e shkollave të Shkodrës në stadiumin Loro Boriçi. Aktiviteti i dytë i këtij viti për sportin i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia, sqaron Herion Faslia, përgjegjës i sektorit të sporteve pranë kësaj qendre. Marrin pjesë 120 fëmijë nga rreth 40 shkolla që do të garojnë sipas 4 kategorive. Kategoria arsimi fillor femna, arsimi fillor meshkuj dhe arsimi i mesëm i ulët femra dhe arsimi i mesëm i ulët meshkuj. Faslia thotë se gjithçka bëhet në koordinim me zyrën arsimore me qëllim që të mos synohet programi mësimor. Ne do t'i përshtatena vitit shkollor dhe normalisht gjitha aktivitetet sipas planit vjetor qendrës kulturore fillojnë sipas në përputhje me vitin shkollor, sepse qendra kulturore punon në koordinim me ZVA-n dhe Bashkinë Shkodër. Zakonisht ky aktivitet ka qenë i planifikum dhe është zhvillu në ditët e para të nëntorit, por për shkak të kushteve atmosferike, rreth 3 javë moti rëndum, i na detyruar me shty për një ditë tjetër që është dita e sotme. Garat e vrapimit mes nxënësve u shoqëruan me rivalitete duke krijuar kështu një atmosferë mbreslënse për të pranishmit. Për më të shuarit nuk munguan as stimoj, por e rëndësishme është se nxënësit jo vetëm mirëpritin aktivitete të tilla, por dhe forcojnë ndjenjen e solidaritetit mes njëri tjetrit, pavarësisht garës që shërben si nxitje për secilin që të paraqitet sa më mirë.